Alba e kishte mendjen të ngarkuar dhe kur foli për Dolcën, nuk e bëri thjesht me zë të ulët. E bëri me analizë, me reflektim të brendshëm dhe me atë ndjesi të hollë të dikujt që sheh më shumë se sipërfaqja. Çfarë mendon ti për Dolcën? E pyeti një shoqe, duke e parë Albën të ngrysur paksa. Alba e hodhi një sy të vrarë, të matur, dhe pastaj foli me kujdes, duke zgjedhur fjalët si të ishin copa të një puzle. A ka dashuri? Apo i intereson vetëm të bëj biznes me Limin, që të marrë sa më shumë fame? E thoshte me atë mënyrë të qartë, që nuk lë vend për keq kuptim. Ajo nuk po fliste për ndjenja, po për strategji. Për lojë. Për mënyrën si Dolc ka ditur gjithmonë të përdor praninë e saj. Të shndërroj afërsinë në ndikim, të shndërroj interesin në privilegj. Dolc është thengji i mbuluar, vazhdoi Alba, duke shtrirë dorën sikur të peshonte fjalët, luan të gjitha kartat e lojës, por vetëm ato që e duan vetë. Ka ardhur deri këtu vetëm duke puthur meshkuj. Një tjetër do i vihet pas. Nuk ishte e thjesht për të ta thoshte. Nuk ishte urrejtje, nuk ishte shaka. Ishte një përshkrim i hollësishëm, një vlerësim i aftësive të Dolcës për manipulim dhe kalkulim. Alba e dinte se jo çdo veprim i një gruaje është dashuri. Jo çdo afrim është ndjesi. Disa janë vetëm strategji, pjesë e lojës që duhet për të qëndruar në krye. Shiko, tha Alba, duke bërë një pauzë të shkurtër për të marrë frym. Ajo nuk ka ardhur këtu për të dashuruar. Nuk ka ardhur për lidhje. Ka ardhur për të marrë atë që i duhet. Dhe në këtë është e mirë. Është e zgjuar. Por mos u mashtron nga fytyra e saj e butë, nga buzëqeshja e saj e lehtë. Prapa çdo buzëqeshje ka llogari. Alba nuk e quante Dolcën keq, por e shite atë me sy kritik, si dikush që ka parë shumë herë këtë lloj sjelljeje. Ajo e dinte se për shumë njerëz dukja mund të mashtrojë, por për atë e vërteta ishte gjithmonë e dukshme. Dashuria, vazhdoi Alba, nuk matet me puthje të shpejta. Nuk matet me afërsi të përdorur për të marrë diçka tjetër. Nëse Dolc të puth tani, nesër nuk është për ty, është për avantazh, për pozicion, për kontroll. Dhe kjo nuk është dashuri. Ajo foli edhe më gjatë, për të gjithë strategjitë që kishte vërejtur, për mënyrën se si Dolc mbledh informacion, krijon lidhje dhe lëviz hap pas hapi për të siguruar pozicionin e saj. Nuk ishte thjesht një analizë e jashtme, ishte përvoja e brendshme që e bënte Albën të kuptonte se shumë gjëra nuk janë çfarë duken. Ka ardhur deri këtu duke puthur mashkullin e parë, mashkullin e dytë. Një tjetër do i vihet pas, dhe pastaj edhe një tjetër. Nuk ndalet, tha Alba, duke lënë fjalët të zgjateshin në ajër, duke i lënë shokët e saj të kuptonin që ajo nuk po përqeshte. Po analizonte, ajo e dinte se kjo nuk e bën Dolcën më pak të aftë, nuk e bën më pak interesante. Por e bën të rrezikshme për të qëndruar emocionalisht e angazhuar. Sepse kur dikush luan të gjitha kartat e saj për t'i përfituar vetë, zemra nuk ka asnjë mundësi të fitojë. Alba ndjeu një dhimbje të lehtë. Nuk ishte vetë qëllimi i saj të gjykonte, por e vërteta e pashmangshme shpesh shfaqet përmes fakteve të thjeshta. Në atë shtëpi, njerëzit nuk gjithmonë janë çfarë duken. Shumë rrallë. Dhe Dolc ishte një shembull klasik i kësaj realiteti. Çdo buzëqeshje ka një motiv, çdo afrim ka një plan. Mos harro, mbylli Alba fjalën e saj. Të gjitha këto nuk do të thonë që duhet të humbasësh forcën ose të besosh çdo gjë që të tjerët shohin. Shiko prapa veprimeve, shiko motivet. Dhe mos u mashtro nga pamja. Sepse Dolc është thengji i mbuluar, dhe vetëm duke kuptuar lojën e saj mund të mbash mendjen dhe zemrën tënde të sigurt. Kjo ishte analizë, paralajmërim dhe mbrojtje. Një fjalë për fjalë që Alba do ta mbante me vete për shumë kohë, si një udhërrëfyes për të kuptuar jo vetëm Dolcën, por çdo njeri që nuk është ai që duket. Sepse në fund fuqia nuk është të besosh çdo fytyrë që buzëqesh, por të shohësh prapa saj dhe të mos lejoj askënd të kontrollojë ndjenjat.